Të dashur fëmijë, Mitrovica është zemra e Kosovës e ju jeni shpirti I një kombi. Të nderuar përfaqësues të institucioneve, I nderuar mysafir nga Republika e Shqipërisë, Zoti Shkelqim Allkaj nga Ministria e Arsimit, Zoti Rexha nga Ministria e Arsimit e Republikës Kosovës, nën kryetar Osmani deputete Feza, drejtor Begu dhe gjithë ju të pranishëm, të dashur mësimdhënës, prind dhe ju fëmijë, kënaqësi e privilegj me qenë një ambient me kategorinë e shoqërisë më të dashur siç janë fëmijët, që na ofrojnë mirësi, gëzim, hare, dashuri dhe lumturi. Të dashur nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve, këtu në Mitrovicë, shqiptar nga të gjitha anët, na bashkoi bashk gjuha, shkronjat dhe mbi të gjitha dashuria për dijen. Jam I lumtur që sot këtë manifestim tradicional I cili filloi në vitin 2012, festës abetares, ne si komunë e Mitrovicës të jemi një koqev. Prandaj kënaqësi është edhe më e madhe kur shoh brezin e ri të fëmijëve që me kaq ngazëllim nisin rrugën e tyre drejt dijes. Abetarja nuk është vetëm një libër, ajo është ABC-ja e një suksesi që ju do të arrini në të ardhmen. Ajo është dera e parë që hapet drejt botës së shkronjave, fjalëve dhe dijes. Përmes saj, ju fëmijë të dashur, tani do të mësoni, lexoni, shkruani dhe shprehni ambicjet dhe dëshirat e juaja. Sot ju nuk jeni më vetëm dëgjues, por edhe lexues të vegjël që po hidhni një hap të madh drejt të ardhmës së ndritur. Kjo nuk është thjesht një festë që përfaqëson rrugtimin tuaj, por është një moment kur ju, fëmijë, e ndjeni veten fitimtar sepse të tillë jeni. A e dini pse? Sepse fëmijë të dashur, sepse ju jeni tani të gatshëm të krijoni fjalë e fjali me shkronjat që tashmë keni mësuar. E këto shkronja do të jetë ardhmja juaj që do t'ju mësoj të arrini atu ku dëshironi e ëndrroni. Dikush ëndron të jetë në të ardhmen mësues, artist e sportist, dikush ushtar apo këngëtar, infermier apo programer, profesor apo doktor, arkitekt apo poet, e deri tek kryeministër apo president I këtij vendi. Ju jeni e tashmja dhe ardhmja e kombit, sepse ju do ta bëni vendin ton edhe më të mirë se sa që kemi arritur edhe ne gjermë tash. Andaj të dashur fëmijë, mos u ndalni së lexuari e mësuari e së ëndruari për të ardhmen, sepse një ditë ju do të bëni krenar jo vetëm prindrit dhe mësuesit, por një vend dhe një kombë të tërë. Kudo që jeni ju, në shtëpi, në rrugë apo sheshe, e kudo tjetër, zëri juaj na I mbush zemrat e ju jeni motivi që të bëjmë punë të mira çdo ditë. Ju na mbushni me pozitivitet, na bëni të lumtur e na jepni forcë e kurajo. Urime festa juaj, yje të vegjël që shëndrisni çdo ditë. Ju paqim me shëndet e fat në ecjen e juaj drejt drejtimit vendit në të ardhmen. Faleminderit shumë. Jam shumë I emocionuar dhe shumë I lumtur sinqerisht që jam në këtë fest simbolike dhe për mua të një përmase të jashtëzakonshme për vlerat që mbart. Si që tha dhe kryetari juaj, festa e abetares dhe kjo fest simbolike nuk është thjesht përfundimi një libri apo mësimi I të shkruarit dhe I të lexuarit në gjuhën anëtare. Por për ne shqiptarët,
festa e Betares dhe festa e mësimit të gjuhës shqipe, ashtu siç ka qenë shumë vite më parë, shumë breza më parë, është po aq e rëndësishme dhe po aq adekuate edhe sot e kësaj dite. Akoma dhe sot vargonjët e së shkuarës herë nxjerrin kokën për ta ulur dhe për ta mohuar këtë gjuhë të vjetër, të lashtë, sa vetë mali e deti, si thoshte Kuteli. Nuk kam qef të bëj histori, po dhe nuk mund të kaloj pa i përmendur 2-3 fakte historike. Fakti që kjo fest e kësaj radhe bëhet në Mitrovic, vetë ju të kujton 2 polet e kombit shqiptar. Mitrovicën e Isa Boletinit dhe Vlorën e Ismail Qemalit. Mitrovica që ishte prezent atëherë kur asnjë nga ne nuk ishte gjallë, në motin e shkuar të 1912-s, me ata burra qylafbardh e qeleshebardh, siç thot Kuteli, në ngritjen dhe në kurorëzimin e kombit ton shqiptar, pas errësirës së gjatë otomane. Dhe fakti që sot jemi këtu dhe festojmë së bashku gjuhën shqipe në të gjitha trevat e kombit shqiptar, ashtu si Shqipëria është natyralisht, unë besoj se është edhe ëndër e atyre që ka derdhur gjak e që sot nuk janë mes nesh dhe prehen në altarin e lirisë së kombit shqiptar. Nga ana tjetër, dua të përcjell këtu në këtë audiencë urimet nga gjithë Ministria e Arsimit e Republikës së Shqipërisë, nga Ministrja Zonja Kumbaro, nga stafi dhe si përfaqësues i kësaj ministrie, ju përshëndes edhe në emër të mësuesve, të nxënësve dhe të gjithë stafeve pedagogjike që angazhohen për festën e Betares. Pas nesër kemi një tjetër festë mbarkombëtare. Në Prishtinë do të zhvillojmë Olimpiadën me fazën e 4, fazën finale të Olimpiadës së gjuhës shqipe, ku do të ketë nxënës nga Saranda, nga Mitrovica, nga Gjakova, nga Shkodra, nga Pogradeci dhe do të garojnë për të mësuar gjuhën shqipe. Ne shqiptarët e kemi thëmbrën e akilit gjuhën shqipe. E kemi nyjen që na bashkon përjetësisht e që do të na mbajë bashkë përjetësisht. Uroj që gjuha jonë e bukur shqipe të festohet e të jetoj brez pas brezi dhe të trashëgohet nga këta vogëlush 6 vjeçar, nga pasardhësit e tyre dhe të jetë aset më i madh i kombit shqiptar. Po e mbyll edhe unë me që jam mësues letërsie me një thënie të bukur të Naim Frashërit. Po kjo është mesazh për nxënësit. Naimi ynë i madh thot, natë ditë të mësoni, çdo gjuhë duhet ta dini. Gjithë gjuhët i mësoni, po shqipen mos e lini. Gëzuar dhe qofshit gjithë mirë. Ne këtu sot jemi shumë të gëzueshëm që marrim pjesë së bashku në manifestimin e festës së Betares. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka 14 vite me radhë që organizon këtë lloj manifestime. Kemi filluar në vitin 2012 në rastin e përvjetorit, në rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, ku në atë rast kemi hartu dhe aprovuar edhe abetaren e parë të përbashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ky promovim është bërë në qytetin historik, në qytetin e Prizrenit. Në këtë manifestim që nga fillimi janë përfshirë edhe trevat shqiptare jashtë kufeve të Republikës Kosovës, si Republika e Shqipërisë,
Republika Maqedonisë së Veriut dhe Lugina e Preshevës. Ne sot këto kemi nxënës nga Republika e Shqipërisë, kemi nxënës nga Republika e Maqedonisë dhe përfaqësuesit e tyre zyrtar të këtyre institucioneve, të cilët i falenderoj shumë për pjesëmarrjen e tyre në këtë manifestim. Dua të përmendi për fat të keq, sot kanë qenë të ftuar edhe përfaqësuesit nga Lugina e Preshevës, mirë po nuk kanë mund të marrin leje për të kaluar kufinin këtu për me orën e Mitrovicë. Edhe atyre ju urojmë sot festën e abetarës. Së pari jo falenderojmë për ftesën që e pranuam me kënaqësi të jemi pjesëmarrës në këtë event madhështor që na bashkon të gjithë trojet shqiptare. Është gjua dhe gjaku ajo që na bashkon të gjithë ne ndërmjet veti. Sot jemi mbledhur këtu për të festuar festën më të bukur, ditën e abetarës. Kjo ditë shënon hapin e parë drejt dijes, drejt botës së librave dhe kulturës son të pasur. Abetarja nuk është thjesht një libër, është qelsi që hap dyert e diturisë. Është ura që lidh fëmijët me gjuhën anëtare, me historinë dhe identitetin ton të pasur. Sot në këtë festë që na bashkon të gjithë trojet shqiptare, jo të gjitha komplet, kemi ende që na mungojnë, ne dëshmojmë se gjuha shqipe është një dhe e pandar, pavarësisht kufive gjeografik. Të dashur nxënës, ju keni mësuar shkronjat e para, keni lexuar fjalët e para dhe sot jeni bërë pjesë e një bote të re. Ju jeni ardhmja jon, shpresa jon dhe krenaria jon. Të nderuar mësues, ju jeni drita që udhëhiqni këta fëmijë në rrugën e dijes. Të dashur prindër, fal dashurisë dhe përkushtimit tuaj, fëmijët sot festojnë këtë ditë të veçantë. Falënderimi veçantë deri te të gjithë organizatorët e këtij manifestimi madhështor. Le të jetë kjo festë një kujtim i paharruar për të gjithë, një dëshmi e gjallë se gjuha dhe kultura jonë na bashkojnë kudo që jemi. Urime të gjithëve për këtë ditë të madhe dhe suksese të pafundme në rrugën e dijes. Ju falenderit.